Konferencinë e përfshirjes së Kosovës në organizatën më të re ndërkombëtare të udhëhequr nga presidenti amerikan Bordi Paqës, do diskutojmë në studio me këshilltaren e presidentit Vjosa Osmani, zonja Donika Kadaj Bujupi. Atëherë, zonja Bujupi, mirëmbrëma dhe mirë se keni ardhur. Mirëmbrëma, faleminderit për ftesën. Faleminderit shumë. Zonja Bujupi, flasim çka do thotë për Kosovën përfshirja në një nismë të tillë, si erdhi ndoshta deri tek kjo nismë dhe cili do të jetë roli i Kosovës në këtë organizatë. Është një sukses i jashtëzakonshëm. Pra një vend i cili 2 dekada më parë ka qenë në luftë, pak më shumë se 2 dekada tani më, dhe për të cilën krejt bota janë angazhu ose vendet demokratike në botë janë angazhu për me sjellë paqe në krye me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, sot luan një rol aktiv në krijimin e paqes duke u bërë nënshkrues themeltar i kartës së Bordit të Paqes. Pra është një ngjarje historike, unë do të thoja sepse kom qenë pjesë e shumë proceseve për gjatë angazhimit tim në parlament për 5 mandate dhe në nënshkrimit e pavarësisë, GND-s, gjitha këtyre proceseve, mendoj që pas këtyre momenteve historike, kjo është një ndër momentet më të rëndësishme, sepse kemi të bëjmë me një fuqizim të rolit ndërkombëtar të Kosovës në botë, të sovranitetit tonë, të rëndësisë tonë përballë shteteve edhe jo njose. Janë 20 shtete të cilat e kanë nënshkruar aktin themeltar dhe në mesin e tyre ka edhe shumë shtete të cilat nuk e njohin Republikën e Kosovës, po megjithatë të gjithë bashkë në një dokument kanë vënë firmat e tyre, nënshkrimet e tyre. Pra është jashtëzakonisht e rëndësishme, është tepër nder i madh, kemi punu shumë që kjo të ndodhë, që të ftohemi dhe presidentja ka marrë ftesën pra që në emër të Republikës së Kosovës në kuadër të rolit të saj të shkojnë në Davos. Në media po vetëm që erdhi ftesa për presidencën, po pati prapa përpjekje për të hyrë apo si erdhi ftesa apo cilat ishin përpjekjet? Realisht, ajo çka duhet me u sqaru është që përmes pjesëmarrjes në këtë organizatë për paqe, nuk do të ketë as delegim të sovranitetit, pra nuk është siç ndodh zakonisht në organizata tjera, pra Kosova nuk ka asnjë obligim në kuptimin as të tarifave, pagesave ose delegimit të sovranitetit që ndodh në organizata tjera, udhëhiqet nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Rusia nuk e ka të drejtën e vetos për dallim prej UN-it. Pra është tepër e rëndësishme për neve që jemi pjesë dhe jo vetëm pjesë, po jemi themelues pra të Bordit të Paqes, ku Rusia e as Kina nuk e kanë të drejtën e vetos. Është, siç e thash, një ndër të arriturat më të mëdha të cilat na ndodhen në këto dekadat e fundit në politikën e jashtme. Si keni parë, sepse kemi parë edhe disa vende perëndimore që janë edhe aleatët Kosovës, të cilat deri më tani kanë shprehur hezitim ose nuk janë bërë pjesë e kësaj organizate pikërisht edhe për shkak të ftesës që është bërë Rusisë dhe pjesëmarrjes së disa vendeve tjera. Si keni parë si president? Presidentja gjatë krejt kohës në vazhdimsi, ju e dini që ka raporte jashtëzakonisht të mira me aleatët tonë edhe evropian, përveç Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ka qenë në komunikim të drejtë për drejtë. Nuk ka pas në asnjë moment asnjë ankesë ose refuzim nga cili do prej krerëve të shteteve dhe të vendeve të rëndësishme demokratike të cilat janë aleate të vazhdueshme të Republikës së Kosovës. Pra krejt çka është në pyetje është se Bashkimi Evropian koordinohet paraprakisht dhe pastaj marrin vendime dhe domethënë veprojnë. Nuk duhet të harrojmë se sa herë Amerika i prin një procesi, aty paqja vjen më shpejt dhe më lehtë. E dini që për shembull UN gjatë krejt periudhës së ertë, kur ne kemi qenë fëmijë dhe nana të reja, kanë nxjerrë me qindra mira, ndoshta me thonë rezoluta kundër krimeve, kundër gjithçka që ka ndodhur, domethënë keq trajtimeve, dhunës që është ushtruar në Kosovë, mirë po momenti kur është ndërprej lufta dhe gjenocidi ndaj popullit të Kosovës ka ndodhur kur Amerika ka pri në betejën kundër së keqes. Dhe tani, 2 dekada, gati 3 dekada më pas, ne jemi krah për krah Shteteve të Bashkuara të Amerikës për të kthyer me mirënjohjen më të thellë duke kontribuar në Bordin e Paqes atë që Shtetet e Bashkuara të Amerikës bashkë me aleatë të tjerë evropian e kanë bërë shumë vite më parë për ne. Pra do të jemi nën ombrellën euroatlantike, strategjikisht orientuar dhe të pozicionuar ashtu siç kemi qenë gjithmonë dhe aty
aty ku populli i Kosovës ndjehet më i sigurt dhe është më i sigurt. Po, dhe a dihen tani çka pas ceremonisë? A dihen detajet, kontributi i Kosovës në këtë bardh apo cilat janë detajet tjera? Presidenti Osmani është njoftuar në detaje, mirë po para se shtëpia e bardhë të flasë, ne nuk mund të flasim për opinion. Ajo që ka dihet brenda për brenda, shumë shpejt, pra presidentja do t'i ftoj liderët e të gjitha partive politike për t'i njoftuar për veprimet e metutjeshme, obligimet e cilat do t'i ketë Kosova, dhe njëherë po tham nuk ka delegim të sovranitetit dhe nuk ka asnjë kosto financiare në kuptimin e tarifave ose pagesave të ndryshme. Edhe pas atij mandatit 3 vjeçar që pasaj kërkohet detajet, dhe thash që unë nuk mund t'i flas, nuk do t'i flet atë presidentja në këtë fazë. Të gjitha sqarimet do të japen nga shtëpia e bardhë së shpejti dhe pastaj do të koordinohemi për veprimet e metutjeshme. Mirë, po ajo që është tepër e rëndësishme është që kjo është një arritur tepër e madhe e Republikës e Kosovës, e popullit të saj, dhe siç është pa edhe dje dhe edhe sot, pra është përkrahur nga të gjithë pa dallim. Ashtu siç dim me qenë të unifikuar dhe të përbashkuar kur bëhet fjalë për interesin e Republikës tonë. Po, megjithatë keni marrë përkrahje sidomos nga opozita, por deri më tani zyra e kryeministit nuk është deklaruar për këtë çështje. A ka dilema apo kemi marrë përkrahje të mëdha nga opozita, kemi marrë përkrahje të mëdha nga populli, nga qytetarët, ndërkaq që domethënë të gjitha të arriturat e presidentes janë të arritura dhe të qeverisë dhe të kryeministrit Dana Siltas. Pra, andaj do shtash dashur të ketë një reagim, një përshëndetje nga ana qeverisë. Në Davos dhe kanë qenë domethënë në koordinim të plot, ashtu siç kanë qenë në të gjitha veprimet e rëndësishme kohëve të fundit. Pra, qeveria çdo ditë punon për sovranitetin e vendit, për fuqizimin e rolit ndërkombëtar të Kosovës në botë, dhe ky veprim ka qenë një kurorëzim i punës që e bën edhe presidenca edhe qeveria, pra jemi bashkë. Po, dhe deri më tani përveç kontributit që do të jap Kosova, mund të presim ndonjë vizitë presidentes Osmani pas kësaj në shtëpinë e bardhë, ka detaja, ka ftesë? Ju thash që nuk mund të ndaj asgjë në këtë moment, më vjen keq, por së shpejti do t'i kemi të gjitha informatat edhe për opinion, me që siç e thash disa herë, pra së pari flet shtëpia e bardhë dhe pastaj do të koordinohemi dhe do t'japim të gjitha detajet se si do të veprohet tutje. Ajo çka është tepër e rëndësishme është që Kosova prej një roli të një viktime të një problemi të madh ndërkombëtar, tani më shndruar në një aleat serioz në Ballkanin Perëndimor, i cili respektohet, vlerësohet dhe qëndron krah për krah Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe partnerëve tonë në Bashkimin Evropian. Po, dhe gjithashtu përpos nënshkrimit që presidentja ka vënë në shparë edhe një diskutim me presidentin amerikan. Cilat ishin detajet e këtij diskutimi, çka u diskutuar në presidentja e ka takuar presidentin Trump, domethënë pothuajse 5 herë tani më, dhe ajo çfarë unë mund t'ju them është se çdo takim ka biseda përmbajtësore, të cilat sidomos lidhen me sigurinë e vendit tonë dhe me zhvillimin ekonomik. Dhe domethënë në kuadër të pra presidentja ka shfrytzuar në një farë forme në kuadër të këtyre bisedave, të cilat edhe pse për shkak të rrethonave në të cilat kanë qenë, mirë po edhe vullnetit të presidentit Trump, dhe kjo është pa edhe në media, afërsisë të cilën ai e tregoi për presidentin tonë dhe për Kosovën, unë mund t'ju konfirmoj se aty gjithmonë me prioritet është siguria, paqja dhe zhvillimi ekonomik. Pra, presidenti Trump bashkë me presidentin e Republikës së Kosovës vazhdimisht i diskutojnë mundësitë dhe domethënë opsionet konkrete që Kosova të jetë në hartë të zhvillimit ekonomik dhe të jetë një ndër partnerët strategjik jo vetëm në çështjen në fushën e sigurisë, siç është dhe ka qenë çdo herë, po edhe sa i përket zhvillimit ekonomik, sepse duke u faktorizuar përmes veprimeve siç ka ndodhur kjo dje, sigurisht që do të kemi edhe më shumë investime, edhe më shumë interesim dhe edhe më shumë koordinim edhe në fushën e ekonomisë dhe zhvillimit ekonomik. Janë premtuar, janë dhënë premtime për këtë pjesë? Kanë qenë takime të shkurta, domethënë prapë po them, ne vazhdimisht jemi në takime shumë më të zgjeruara edhe me administratën e presidentit Trump, janë të gjitha këto projekte të cilat i bartën, domethënë si informata që vinë nga Kosova dhe mundësi për hapjen e kapitujve të ri, të cilët do të lidhen me një zhvillim shumë atë madh, i cili unë jam e bindur do të ndodhë në 5 vitet e ardhshme.
Mund themi që po paralemroni një përfshirje më të madhe të Shteteve të Bashkuara në Kosovë, shumicën prej temave kryesore që e prekin vendin apo çfarë? Ne kemi kalu prej një faze ku kemi qenë shtet në krizë dhe i rrezikuar për shkak të fqinjve, për shkak të krejzhvillimeve që kanë ndodhur, për shkak të një fqinje në fakt. Dhe jo fqinjve sepse Kosova ashtu si edhe i të rajoni nuk ka problem me fqinjet, por me një shtet i cili vazhdon me pas mendësi diktatoriale, ashtu si që ka qenë edhe në të kaluarën dhe nuk po ndryshon dhe nuk ka qenë i ftuar, pra Serbia nuk ka qenë i ftuar në bordin e paqes. Megjithatë ishte Rusia, ishte Bielorusia. Për neve është rëndësishme që Serbia nuk ka qenë aty dhe ne ishim aty pra ndër të parët. Po, dhe janë pritur shqetësime që me këtë bord është duke u sinuar edhe zëvendësimi i Kombeve të Bashkuara. Si shihni këto shqetësime? Ju thonë të drejtën dhe është qëndrim personal imi, do më thonë edhe nëse kemi një rend të ri botror, ku Rusia dhe Kina nuk e kanë të drejtën e vetos, kjo është një lajm shumë i mirë për Kosovën. Shumë mirë do t'jetë nëse kemi një organizat ku nuk ka veto as Rusia e as Kina. Po, megjithatë konsideroni që duhet zëvendësohet me Kombet e Bashkuara? Po nuk më takon mua, sepse kjo është një nismë Shteteve të Bashkuara të Amerikës, ne jemi partner strategjik të besueshëm dhe fuqishëm krah SBA-ve, prandaj ajo që kemi mësuar nga e kaluara është se aty ku Amerika prin në sigurimin e paqes dhe lirisë për qytetarët, aty kemi paqe, siguri dhe demokraci. Dhe këta e kemi përjetu si popull, i jemi mirënjohës dhe do të vazhdojmë të qëndrojmë krah për krah tyre. Po, atëherë, zonja Bujupa, faleminderit që ishit sot me ne. Faleminderit juve, ishte kënaqësi. Faleminderit shumë. Dhe pastaj intervistën tani shkuat të ndjekim intervistën të cilën vetë se paralemruam në fillim të këtij